Tortë me biskota dhe krem banane. Shumë e lehtë për konsumim dhe e shpejtë për përgatitje. Përgatitja ju marr vetëm 10 minuta kohë. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj torte shumë të shijshme dhe të shpejtë. Në një tenxhere të lloji që nuk nxeh në fillim shtoj 3 paketime me puding, 2 paketime janë puding çokoladë dhe 1 paketim është puding vanile. Bëhet një kombinim i shijeve, shumë e mirë do del. Paketimet janë nga 40 gramësh. Ja shtojna 6 lugë gjelle bushura plot me sheqer, me një tel kuzhine përzim, kështu masën, para se t'ja hedhim qumshtin. Shtoj 1 litër me qumsht dhe masën e përzim mirë para se ta vendosim në zjarr. Tenxherën e vendosim në zjarr dhe i zim zjarrin në temperaturë mesatare. E zi masën duke e përzier vazhdimisht derisa ajo të fillon të vlojë. Masa ka fillu që të vlojë, njëkohësisht është të trashur mjaftueshëm. Tash është gati që të largohet nga zjarri. Tash kështu puding kozvol të nxehtë t'ja shtoj 2 lugë gjelle të mbushura plot me margarinë apo gjallë, 3 lugë gjelle me kokos dhe e përzi mirë masën derisa gjalpi të shkrihet. Nuk i nevojitet një kohë e gjatë pasi pudinga është e nxehtë. Nëse e lajmë që të ftohet, atëherë më vështirë do e kemi që të bëjmë shkrirjen e gjalpit dhe biskotat nuk do zbuten mirë. Kështu derisa është e nxehtë duhet që të punojë. Kam përzier mirë masën, tash ja shtojna 400 gram me biskota. Biskota kështu katrore, vetëm se i coptoj me dorë kur t'i hedhim në tenxhere. Shumë shpejt. Tash e përzi pak që të zbuten biskotat, derisa pudinga është e nxehtë. Vërtet është një torte shumë e thjeshtë, është shumë e shijshme, shpejt për përgatitje, ideale që ta dërgoni dhuratë. Nuk ju merr shumë kohë për përgatitje, unë e kam për dhuratë. Përzim edhe pak. Tash ja shtojna 250 gram me krem banane. I marrim dhe i coptojmë kështu në copse, atë vogla. Ante një thike shumë shpejt bëhet coptimi. Je përzi mirë që krem banane të përhapen në përgjithë masën. Mjaftueshëm kam bërë përzierjen dhe në fund shtoj 100 gram me arra të bluara dhe përsëri e përzi, mirë nuk e përzim shumë gjatë, më shkurt. Pasi kam bërë përzierjen mirë, tash marr një tepsim të llojit që hapet dhe e kam vendosur në një pjatë kështu të rrashtë dhe filloj që ta kaloj masën. Kaloj kështu të tërën.
Kam kaluar gjithë masën tek tepsinja apo kallapi. Kam harrutje të cekë që kallapi është me numër 26 dhe kështu masën mundohem që ta rrashoj, ta bëj më të ngjeshur mirë nga gjithë anët. Pasi kam formu një shtresë të rrashtë, në një tenxhere tjetër kam shtu 100 gram çokoladë për gatimi dhe ja hedhi 80 ml me ujë të ëmbël dhe masën e vendosi në zjarr në temperaturë të ulët derisa të shkrihet çokolada duke bërë përzierjen vazhdimisht. Kam shkrinjer masën mirë, tash ja kaloj sipër tortës për hapi kështu. Kam hedhur dhe shtresën e fundit të tortës, tash tortën e la të qëndroj në frigorifer për 7 orë, unë do la të qëndroj kështu për gjithë natën, sepse tash është mbrëmja, zakonisht më mirë është ta përgatisni kështu nga mbrëmja që ta lini gjithë natën në frigorifer dhe të nesërmen të jetë gati për konsumim. Tortën e kam largu nga frigoriferi, ka qëndru gjithë natën, tash marr një thikë dhe kështu skajet ja largoj nga skajet e tepsisë, nga rrafët e tepsisë. Ja prishmi formën. Hapi tepsinë dhe shumë lehtë i largohet. Ka dalë shumë mirë. Sipër mund ta dekoroni nëse doni me ndonjë copë çokoladë apo ta lini kështu siç është. Unë do e la kështu siç është, ka dalë shumë e mirë. Nuk mund ta largoj asnjë pjesë siç e kam cek pasi e kam për dhurat. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë tortë me biskota dhe krem banane, ju bëft mirë, ju falinderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.